because catch, you don't know to be catch. You are just immature, pa edukacion. To fight for my rights. Alba, lutem, lënë të flasin, okay? Faleminderit. Can I? Okay. Imatur, pa edukacion, pa moral, për mu këtë gjësi është ignorant, une personalisht gjinaf, familja ime me këtë momenti, if they see me in TV like this, they say, Bia, trujt zoti ka të shpja, une nuk voto për ti, edhe familja normalisht voto për respekt. Me këtë momentin edhe familja ime nuk voto për mu. Nuk e di qëfar është në jotë, në truri jotë, po normalisht, this is not just a woman your age will do. A woman your age will not even imagine to do something like that. You are not woman kind, like you are not kind of What did I do wrong? Short, Bia, short. Është një problem, Bia, një sekund. What did I do wrong? If you want, wait. Duhet me përkthyer për publikun, sepse ti nëse janë nisë me fol anglisht. Ajo përgjigjet anglisht, publiku ti humb gjithçka. Ajo sa po tha, Këtë komportamenti për mu, Fol shqip, këtë komportamenti për mu, thuaj shqip. pa, ho capito tutto. Se non riesci, unë ta bëj. Ok, këtë komportamenti opinata ime, opinata nuk ishte fakte, ishte vetëm opinata. Është komportament ignorant, imatur, pa edukacion, turp për faqazez. Asha edhe, unë personalisht mendoj se unë, Bia Khalifa, me një moment se Alba momentin, jo vetëm momentin, plural, sepse she don't have vetëm një moment, edhe familja ime nuk voto për mu. Unë kam respekt, first of all, për mu. Edhe mrapa për familja ime, krejt friends, I have a lot of friends that support me, but my friends, they're intelligent enough për supportimi me merit. Më jep një argument për të mbrojtur atë që the për mua. Trujt zotit dhe mirë Më jep një argument. Po qa ke moj? E keni shumë lehtë të shani njerëz. Më jep një argument. Ore, ri mirë. Më jep një argument. Ti më trajtove mu si kosh plerash. Me ki, jo me ti, tani. Ti që më trajtove si kosh plerash. Ti që më prek edhe fytyrë. Ti që më the që goreja ime vjen erë. Dhe ti që i bën ata gjëra. Respektoni publikun, ju lutem. Respektoni publikun. Po juve, pse nuk dini ta respektoni publikun dhe mos shani, mos ofendoni një njeri që është duke ngrënë? Ofendoni? Unë kur jap opinionin tim. Unë kur jap opinionin tim është gabim. Dërsa ajo kur jep opinionin e vetë me ofendime, mundesh me bisedu më ndej. Se si folet Bia qetësohu pak. Po ja, jo ti që e ka i reagon. Dark tavoline. Mos mërzite, habuk, edhe pushon. Po dërvaj që të mërziten pas fjalëve që i përdor. Normal me që ti di është e vërtet. Alba bëni punon ata se ndryshe 3 vjeç ty folën, kur gjan nuk merr vesh. Alba të lutem. Se si thoni, Bia s'lutem, mos shajat shumë, në një dark. Bajt mos viktimizo, ta mbarojmë darkën. Jo, nuk ka lidhje me viktimizimin. Viktimizimi kush është viktim këtu? Ka lidhje me viktimizimin. Alba, në këtë moment i kemi pasur më pyetje, do të më përgjigjë secili. Okej, po të respektoj ty dhe prandaj po ndaloj. Po të respektoj ty. Do të më jap publikut përgjigjet. Për zotin po të respektoj ty, prandaj po ndaloj. Për zotin falenderoj. Se ndryshe, Okej, po të merrna me pyetje, masane çfarë do debati, gjithë me pyetje, na mundohemi me bëj bash kurt këto. Nëse me diçka peng, te secili flasim rend. Mbaroj. Përndryshe këto vazhdojnë. Hajde Benita, s'pozoh pak. Unë nuk muj me u shpreh në term që është e bo Alba lojën e fllisht, po thjesht muj me thonë që nështë e do vëmendjen e çdo debati, që është mrena në shpe, do vëmendjen edhe nështë mundohet me dalë në prime për çdo debat, amo jo që është lojë e fllisht. në rast se do kishe kuptuar mu ma që afrimitet sa ke pasë unë, do kishe kuptu që unë nuk kam nevojë të shtirë. Ja monet, lutem. Nuk ka lidhje, sa po më quajtë të shtirur. Jo Sa po më quajtë të shtirur. Alba, mos i keq kuptoj sana. Okej, do të më bëllë vetes. Atëherë, une mendoj që askush këtu nuk është të luajt lojë pestë, se për momentin se kam pa test njëri. Mendoj që loja pestë është tjetër gjatë, tjetër nivel. Çka ban Alba, me që shumica thanë për Albën është vetëm thjesht kërkesë vëmendje dhe ajo mundohet me shfrytëzuar çdo lloj situatë. Jeni shumë gabim, po momentet i vërtetojnë gjërat. S'ka problem se kemi pa shumë klipe. Falenderoj Alba për komentin. Faleminderit për gjitha. Se prap. Benit, mos pyetja e dytë atëherë, lëndrim, kush në këtë tavolinë është më i rritur në moshë, por më i papjekur në sjellje?
This is nice. Take it in English, please, so I understand what everyone's saying. So who's, from the ones sitting on this table, who's the most immature one, but older one?